zgjedhjes, atëherë kur ne kërkonim votimin e fshehtë. Dhe ju e dini shumë mirë rezistencën e opozitës që të votohet me votim të fshehtë, ndonë se gjykata kushtetuese me një gjykim të mëhershëm ka thënë që votimi i fshehtë dhe votimi i hapur nuk kanë statuse të ndryshme vlerore, janë të barabarta. Meqense atëherë kryesuesi i seancës konstitutive, Avni Dehari, e provoi 6 herë votimin e hapur në gjysmën e 2 të prillit, pa sukses, ne thamë ta provojmë votimin e fshehtë. Dhe në muajin maj, kur vinë këto deklaratat tona, vinë pikërisht atëherë kur duke i qartazi se kishte vullnet të opozita, por me kusht që të mos ekspozoheshin ndaj krerëve të partive dhe ndaj medjave në përgjithësi se e dhanë votën për konstituim koran. Pra, kishte një lloj trysnie të jashtëzakonshme mbi deputetët në muajin maj si vjet, që kurse si të mos bëjnë as takime me lëvizjen vetëvendosje. E votimi i fshehtë për neve edhe ishte e drejtë, ligjore, edhe ishte obligim politik për të konstituuar institucionet që fillojnë me atë kuvendit të legjislaturës 9, por në anën tjetër ishte edhe shans për të dalë nga greqi. Dhe unë besoj që në atë periudhë, po të votohej me votim të fshehtë, Albina Haxhiu i ka pasur jashtë. Edhe sot e kësa rritën në ndërës. Tash nuk mund të themi se s'do ta provojmë as njëherë, po dhe më thënë, ose nuk dihet. Dhe më thënë, unë jemi bindur që në atë kohë Albulena i ka pas 61 vota me votim të fshehtë. Dhe insistimi im ka qenë më testoni, pra më provoni. Besoj që nga pranë vera deri në vjesht, numrat kanë lëvizur. Prej 56 deri në 62-3, nga java në javë. Dhe dje ishin 56, tash janë 3-4 deputet që na e kanë thënë shumë qartë, bëni ju 60 vota, ne jemi i 61. Kjo i bie që po t'i kishim 60, do bëheshim 63 ose 64. Po, jemi tash ku jemi, do të vazhdojmë. Zoti Kurti, kur i përmendet çështjen e shkuarjes në zgjedhje të reja, do thotë nuk keni ndonjë përpjekje si lëvizje vetëvendosje ose ndonjë angazhim për mandatorin e dytë. Edhe ju si partitë të tjera e përkrahni shkuarjen në zgjedhje të reja. Duhet si konfirmim, ndërsa se përket të zgjedhjeve të ardhshme. Kënë shihni si opsional për koalicion, se nëse për çdo mosmarrëveshje politike shkojmë në zgjedhje, duket më kon goxha interesante asaj, por na vjen goxha shpesh me shkuën në zgjedhje. Nuk arrini të bëni qeverinë, duhet në shumë zgjedhje. Nëse nuk arrini me bo prapë me zgjedhje presidentin prapë në zgjedhje. Mos mujt me e zgjedha dhe ndonjë udhëhec ose ndonjë institucioni tjetër prapë në zgjedhje. Apo ndonjë ndryshim të çastës ose a do të largoni vija të kuqe, çfarë për partitë e tjera, e para dhe e dyta, a ka gjas që të ketë një çështje tjetër nga ana e lëvizjes vetëvendosje, pasi që partitë e tjera kanë thënë që edhe gjuhën që e keni përdorur në fushat i ka larguar ata ose i ka pamundësuar që të kenë një bashkëpunim. Duhet të presim zonjën presidente për hapat e më të tjeshëm. Unë besoj që ka qenë mirë të ishim kursyer së paku nga zgjedhjet vjetore. Nëse si dalim do të shmangim zgjedhjet në prill, atëherë së paku në vjetor mos i kishim. Meqense tash ju e dini të gjithë ne jemi të përqendruar shumë tek balotazhi në komunat ku marrim pjesë, por nuk është në dorën tonë. Besoni, jemi përpjekur maksimalisht, kemi ofruar kompromise, koncesione, por nuk u bë. Dhe tash sa i përket gjuhës, nëse shikoni ju se çfarë na kanë thënë, na kanë quajtur neve, është pa krahasueshme me çfarë mund t'i ketë thënë ndonjëri prej nesh atyre një herë. Është dallim i jashtëzakonshëm. Unë nuk besoj që ka pas në Republikën e Kosovës në i kryeministër më të ofenduar e sharë se sa. Ma gjeni, shikoni në për arkiva, edhe mbledhni të gjitha dhe ejani në konkluzion, mbase edhe faktik statistikor. Por edhe njëherë po e theksoj çfarë kam thënë disa muaj më herët, problemi i mos pajtimeve nuk ka të bëjë me gjuhën që përdoret. Sepse çka i kanë thënë këta njëri tjetrit, e janë bërë bashkë, or do të ishte e pashpjegueshme.
janë në pikë pyetje, së në pyetje interesat. Lëvizjeve të vendosin në qeverisje, unë si kryeministri i Republikës, duket që duke bërë gjëra të mira për Kosovën, kam prish disa pazare e kumari. Po ky s'ka qenë qëllimi. Qëllimi im nuk ka qenë t'ju prishje atyre pazarëve dhe kumari. Qëllimi im ka qenë të bëj mirë për Kosovën. E tash që duke bërë mirë për Kosovën, disa i humbim privilegjet nga pazarët dhe kumarit, s'ka çfarë ju bëj. Dhe ankesat e tyre nuk mund të më ndalin mua dhe as qeverinë e Republikës Kosovës, qoftë në detyrë ose fuqi plot. Por nëse ju megjithatë insistoni që na qenë ka gjuha problemi, pse të mos bëhet Sulejman Meholli kryetar komunën e Vushtroj? Vetë vendosja me LDK bashkë. Pse aty s'po bëka? Çfarë të keqe i ka thënë Sulejman Meholli kryetarit të LDK-s ose në anëtarit kryesisë që tash nuk po bëka i mbështetshëm nga LDK-ja koalicioni në Vushtroj. Edhe njerë po theksoj, ka të bëj pazare, kumari, interesa, nuk ka të bëj për fjalët e përzgjedhura ose jo në deklarimet.